Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Arrestohet gazetari shqiptar Dritan Shako Hoxha në Serbi. Arsyeja po trondit rrjetin. Vetëm një ditë pas ndeshjes historike Serbi-Shqipëri, tensionet sigurisht pas humbjes së Serbisë u shtuan dhe këtë herë për shkak të një incidenti që përfshiu gazetarin dhe komentatorin e njohur sportiv Dritan Shako Hoxha. Burimet të bëjnë me dije se faktikisht policia serbe ka shoqëruar Shako Hoxhën menjëherë pas mbarimit të ndeshjes, duke e ndaluar për disa minuta për kontrolle të imtësishme si në aeroport, por edhe pasi doli jashtë stadiumit. Ky veprim ka shkaktuar shqetësim të madh për lirinë e medias dhe sigurinë e gazetarëve shqiptar që po mbulojnë të gjithë pjesën e ndeshjes dhe pas saj. Sipas raportimeve, autoritetet serbe kanë përgatitur lista me emra gazetarësh dhe personalitetesh të cilët kanë qenë prezent në ndeshje për t'i bërë këtë veprim. Kujtojmë se në ndeshjen e vitit 2014 e zhvilluar në Beograd, ndodhi incidenti famkeq me drone që mbante flamurin shqiptar, ngjarje që përfundoi me përleshje në fushë dhe u kthye në një simbol të marrëdhënieve të tensionuara mes dy vendeve.